Faleminderit. Natyrisht që kjo është një mbledhje që mblidhet konform kushtetutës dhe rregullores, padyshim. U thanë disa të pavërteta, të cilat mirë është të sqarohen, u tha që po vendosin për një vendim i cili është i pafirmosur nga kryeministri dhe i pa kundërfirmosur nga ministra e jashtme, nuk është e vërtet. Ky është vendimi i firmosur. E para, e dyta lidhur me këshillat tuaja për respektimin e rregullores edhe të kushtetutës. Ju siguroj që dhe kushtetuta që ju flakërit sigur është marrë, është ngjitur nga ne dhe është vendosur në raft, në respekt të kushtetutës, zoti Bardhi. Hedhim në votim për miratim kërkesën për shqyrtimin me procedurë të shpejtuar të projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes pranimit të Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga kryeministri Edi Rama në kartën e Bordit të Paqes. Votimi është i hapur me karton. Kush është pro? Numëro votat pro. 80 vota pro. Kush është kundër? Kush është kundër? Numëroni votat kundër. Njëzet e 2 vota kundër. Kërkesa procedurë për shpejtuar miratohet.